Familja e të moshuarit Beqir Maloku njofton se ceremonia e varrimit mbahet sot nga ora 16 në varrezat e fshatit Caradran të Istogut. Me dhimbje të thellë njoftojnë familjarët, miqt dhe dashamirët se sot na ushuan shpresat për ta gjetur vëllaun ton të dashur të gjallë. Sot morëm lajmin e hidhur, me buzë në vaj, me zemër të thyer. Në moshën 69 vjeçare, Nala Beqir Shaqir Maloku, nga fshati Caradran, komuna Istog. Varrimi bëhet më 08-03-2026 në ora 16 në varrezat e fshatit Caradran, komuna Istog, thuhet në njoftimin e familjes. Kujtojmë që i moshuari ishte raportuar i zhdukur në polici nga gushti i vitit 2025, ndërsa është gjetur të shtunën pa shenja jete. Në lidhje me rastin, policia ka dhënë detaje në raportin e saj 24 orësh. Më 07-03-2026 është raportuar nga familjarët e viktimës se ai është gjetur pa shenja jete. Në vendin e ngjarjes ka ndalë të gjitha njësitë përkatëse policore, si dhe ekipi i IML-s, të cilët me vendim të prokurorit kanë marrë trupin e pajet për obduksion, thuhet në njoftimin e policisë.